Ferdinand, kënaqësi që të kam studio. Përshëndetje. Për të ndalur pak tek një profil i Florian Sulës. Kush është Florian Sula që e rrëmbyen dhe i kërkuan 2 milion euro? Tani, nga aq sa kemi të zëna, mund të themi dhe të fantazojmë dhe të shkojmë përtej asaj që na lejohet, figuron si një personazh që është marrë me biznesin e call centerave. Është 32 vjeç, që tregon një moshë relativisht të re, dhe ndërkohë edhe si ndërtues. Pra, supozohet që ka bërë, si thua, ka ndërtuar pasurinë e vet përmes call centrave dhe më mbrapa e ka vazhduar në biznesin e ndërtimit. Kaq shumë fitohet me call centerat? Pikërisht, ky është problemi. Të shkputemi pak nga momenti fillestar i pyetjes. Po kuptojmë se call centrat ose biznesi me anë të call centrave që funksionojnë në mënyrë mashtruese, që mashtrojnë qytetarët e Europës përmes skemave të thjeshta, njohura, kemi provuar në 97-ën, janë skemat Ponzi apo skemat piramidale, që është shumë e thjesht, i joshin, u tregojnë që ato lek 500 euro të para, që ai tjetri ka llogarit dhe për t'i humbur, i kanë bërë 1000 euro. I tregojnë më mbrapa llogarinë që ato 500 euro bën 3000 euro, i thon fut edhe 500 të tjera apo 1000 të tjera se shtohen dhe i tregojnë vazhdimisht atë. Dhe në fund fare i bëjnë dhe një goditje finale në momentin që ai do të tërheq lekët e veta, sigurisht kjo është e gjitha një skemë mashtrimi, ata i bëjnë dhe një goditje finale, duhet futesh 20% të kësaj shume, i bëjnë një loj, që duhet futesh edhe ca lekë tjera, dorën më të fortë madje, që të marri këto që Pra Florian Sula kishte një prej këtyre call centerave. Supozohet, gjithmonë që Florian Sula shmarr me këtë punë, por nuk se ka një akuzë zyrtare për këtë pjesë. Ka dyshime për këtë. Kush e rrëmbeu tani? Po të shohësh, call centrat po konfigurohen në Shqipëri si një mënyrë fitimi që po konkurron kokainën. Trafikun e kokainës. Së shumti në Shqipëri janë 4 biznese në të zezë, kriminale, që po shfaqen dhe ne po i kuptojmë se si funksionojnë kohët e fundit. E para është kokaina, trafiku ndërkombëtar i saj, dyta është call center, që është call center mashtrues, sepse ka dhe njerëz të ndershëm që merren me këtë në mënyrë të ndershme. Është bixhozi i palishëm në të zezë, sepse në Shqipëri bixhozi është i ndaluar. Është dhe sigurisht ajo e vjetra që është vjedhja e buxhetit shtetit përmes tenderave të paracaktuar etj. etj. Këto 4 janë. Dhe call center po futet shumë fuqishëm. Pse? Sepse ne kemi disa episode të viteve të fundit ku vinë europianët me duart në kokë, shkullin leshra dhe thonë ç'a po ndodh në Shqipëri. Të parët erdhën spanjollët. Dhe ata nxorën një shifër të tmerrshme. Mashtrimi i qytetarëve europian nga Shqipëria kishte arritur në shifrat 2.ca miliardë euro. Vjedhja e tyre. Beson se e shifra reale? Mashtrues. Unë këtë shifrën 2 miliardë euro të parën e besoj. Unë këtë e besoj. Unë nuk besoj një shifër të nxorën lejene, që fitimi mund të shkojë edhe 500 milion euro në ditë, apo në muaj. Sepse kjo pastaj është shumë. Nuk e besoj këtë, por besoj atë tjetrën që një person intervistuar tha që unë kam 10 vjet që punoj aty. Që tregon që është një biznes kriminal, që ka funksionuar për një kohë të gjatë. Dhe ne kuptojmë tani, tek goditja e fundit që ndodhi, para 2 ditësh, mos gaboj, ne kuptuam që aty, pra ajo është organizuar në mënyrën më të sofistikuar. Pra është një, si thua, vjedhje e qytetarëve europian me një metodë shumë të sofistikuar. Që kërkon një organizim perfekt dhe specialist shumë të zotë të fushës së kibernetikës. Kemi qenë më herë në studio bashkë, kemi folur për një operacion tjetër, erdhën policia italiane, policia spanjolle për ta ndjekur. Po kësaj radhe kanë ardhur austriakët. Po vjen e gjithë Europa. Se për këtë doja që të ndalesha. Po vjen e gjithë Europa, sepse janë të shqetësuar për denoncimet që bëjnë
me qindra qytetarë të tyre në policit respektive dhe u mblidhen një garumbull i madh denoncimesh dhe fillojnë dhe gjurmojnë linjën dhe mësojnë që lekët vilen nga Shqipëria. Ky është ai një problem shumë i madh që po na ndodh neve kohët e fundit. Ka një gjë që ne po kuptojmë, që këto bizneset e fuqishme, që i kemi afër qendrës së Tiranës në 2 raste, me 100 metra nga qendra e Tiranës, aty ku ngulet ai huri Nasradinit, i kemi kaq afër këto biznese, nuk ka asnjë të ngjarë të funksionojnë dhe lulëzojnë pa implikimin e policisë shqiptare. Nuk ka asnjë të ngjarë, nuk ka asnjë lloj mundësie. Atëri bie që policia shqiptare prej 10 vjetësh shroje e këtyre bizneseve. Këtë e përforcon dhe fakti i dekonspirimit të vazhdueshëm të tyre edhe pse në mes janë të huajt. Historikisht, policia shqiptare kur në mes janë futur europianët ka punuar mirë. Operacionet bashkë me ta i ka bërë mirë. Kurse kohët e fundit s'po pyet me njeri. S'po pyet me njeri. Ai, gazetari Lejen e tha, gjurmua me gjetëm ku ishte call centeri, erdhi dhe policia gati për të futur, dikush i mori në telefon dhe u largon. Kjo tregon që policia nuk i zbulon, nuk i gjurmon, nuk i jeton. Policia i mbron. Por policia nuk vepron në Shqipëri dhe nuk ka vepruar kur kohët e fundit në post-diktaturë pa urdhrat politikës. Atëri bie që biznesat e palishme dhe kriminale të call centrave në Shqipëri janë pjesë dhe politikës. Janë pjesë e politikës. Nëse në kokainë kemi pjesë krimi dhe fut hundët në njërë politika, në call center është e kundërta. Për mua është pjesa lomka e madhe e shkon politikës dhe pjesa tjetër i mbetet krimit. Po të vazhdojmë tej, të bigjozi palishëm, është krimi ai që dominon. Politika mund të futet më pak. Te buxheti i shtetit sigurisht që është ekskluzivisht e politikës, por kohët ndryshme futet dhe krimi. Për të ndalur pak tek ngjarja që ndoqëm, ka dyshime që zoti Florian Sula ka pasur një aktivitet call centerash. Janë pikërisht këto call centera që ju thoni. Cila ka qenë dinamika e ngjarjes? Çfarë ndodhi për ta shpjeguar për qytetarët? U mor peng, kush e mori peng, pse e mori peng? Duhet të shpjegojmë këtë gjë. Call centrat mashtrues në Shqipëri po na konfigurohen neve një lloj si ndarja e territorit të kokainës. Pra, nëse në Durrës kemi grupin e Durrësit, që merret me trafikun ndërkombëtar të kokainës dhe me shpërndarje me pakicë në zonën e Durrësit. Dhe në Tiranë kemi një grup tjetër, dhe në Berat apo në Fier apo në Vlorë kemi grupe të ndryshme. Kështu funksionon edhe biznesi i call centrave. Dhe ky personazh del diku ande nga Lushnja apo nga Kavaja, që ka pas atë zonë ande dhe ka punuar. Ande. Por ne nuk dim të ketë akuzë dhe nuk dim shumë gjëra për këtë pjesë. Por që ande vjen ky njeriu. Tani, ky është marrë peng nga 2 vëllezër dhe një kushuri tyre dhe ka disa gjëra që kërcasin. Si ka mundësi që në mes të Tiranës njerëzit vijojnë të vishen me uniformat BK-s? Si ka mundësi? Ku e gjejnë këtë guxim? Ku e gjejnë këtë guxim? Sepse bëjmë paralele në shtetit. Po shumica e krimeve kështu ndodhen. Po ti shohësh vishen si policë, ky është krim cilësor. Ky është krim cilësor. Po krimi cilësor arrin deri atje sa të ketë një logjistik të caktuar, që të ketë makinat, që quhen makina pune, që i mbajnë në garazhe, që janë të vjedhura kryesisht, që të ketë armët, të ketë maskat, që të llogarisë çdo etapë të asaj çfarë do bëj, ndërrimin e makinave, ku diun djegjen e tyre dhe shkatrimin e provave. Pra ky është krimi cilësor. Dhe këta kanë funksionuar me element të krimit cilësor, sepse këta janë veshur si agent BK, se kanë marrë tjetrin e kanë çuar në Zhrabzota, e kanë fshehur atje. Dhe s'do ishin gjetur kurrë nëse s'do kishin besuar te ky njeriu që do i çonte pjesë lekëve. Mos gabojmë, është e njëjta skemë si me rastin e biznesmenit Takshit që ju paraqitën si agent BK. Jo, kjo është pengmarrje klasike. Kjo është pengmarrje klasike me qëllim përfitimi, kurse ajo ishte me tjetër qëllim. Ishte për ta friksuar që do të tërhiqej nga procedurat e ankimimit. Po edhe aty ishin veshur si policë, mos gabojmë. Po, dhe te para ishin veshur si agent të BK-s, madje nga mënyra se si ai rrëfende ishin shumë të trajnuar, shumë të zot, shumë të qetë,
që mund të kenë qenë dhe ish ushtarak, që kanë bërë mbase mund të kenë shkuar edhe në misione a shtetit, që janë shumë të qetë, janë shumë të zotë në mënyra për të përballuar situata, që duket të thënë njerëz që kanë qenë në luftë, njerëz që kanë qenë në luftë dhe kanë luftuar, nuk u tremet shumë syri nga gjëra kaq të thjeshta dhe kaq të vogla. Mund të kenë qenë antarë të grupeve të fuqishme kriminale, çunat e Gysit, se kështu thoshte, i çoj çunat është e Gysit, i çoj këtij çunat, i çoj këtij çunat. Të veshur si BKH-ja. Të veshur si BKH-ja. Kjo është Edhe ky është rasti i dytë të veshur si BKH-ja. Ky është rasti i dytë, sepse BKH-ja tani ka peshën. Pra nuk është me policia i bënte deri s'kishim SPAG dhe s'kishim BKH. Tani BKH-ja ka marrë stafetën si një strukturë që të bën gjëmën, po erdhi me ato uniformat e veta. Kjo është pak a shumë historia dhe një gjë të fundit, nëse mundem. Po. Shqetësimi i shteteve europiane për call centrat mashtrues në Shqipëri shumë i madh. Pra, kur flasim për miliarda euro të vjedhura, kur flasim për miliarda, pra s'po them për një vit, po them një biznes që funksionon ka për gati 10 vjetësh. Kur flasim për miliarda euro të vjedhura, sigurisht që shtetet që kanë atë kartonin për pranimin apo jo të Shqipërisë, integrimin e Shqipërisë e tjera, mund të ndikojnë shumë fare, jo nga kokaina, jo nga trafiku ndërkombëtar, por nga call centrat mashtrues. Pse? Sepse e kanë drejt për drejt dëmin të bërë të qytetarët e tyre. E kanë të drejt për drejt. Dhe spanjollët dhanë një shifër, 2 miliard? 2 miliard e ca euro të vjedhur. Po një afat kohor dhanë? Nuk dhanë një afat kohor, sepse ose nuk e kërkuam ne si gazetar, ose nuk na u dhanë ne si gazetar, por kishim një afat kohor, dëshminë e një personazhi që kishte për lejen dhe tha që unë kam rreth 10 vjet që punoj në këtë sektor. Ferdinand, është gjithnjë kënaqësi kur të kam studio. Faleminderit. Si edhe ime.